kuadër të zhvillimeve në përbotë. Si po isheni zhvillimet në lindjen e mesme? Disa sulme, më pas arpushime të breshta, akuzat e kundër akuzat nuk ndalen asnjëherë. Si keni parë gjitha? Është shumë interesante sulmi i së diellës. Është hera parë që Irani godet i pari. Se çdo herë është goditur nga amerikanët dhe Izraeli. Kjo do të thotë është drejtësia e parë që Irani godet. Hajde, ja ka marrë dorën. Mendoj që duket ka qenë edhe një fjali e Trumpit që ajo biseda bukur e nxehtë mes Netanyahu-t edhe Trumpit, që besoj që me atë çfarë ndodh në Liban, shkatrimin masiv, sidomos atij qytetit tyre atje që është edhe në mbrojtjet e UNESCO, me qenë se Izraeli godet edhe civil nuk e ka problem për është vend që mbrohet nga UNESCO, por është nëse me dikon 5000 vjeçare. Dhe është goditur tamam, mund të them ajo arkeologjia edhe bukuria tërë qytetit të tillë, dhe qëllimisht ka goditur që aty nuk ka pas as aktivitete, mund të them kështu, se diçka që rrezikon Izraelin. Mendojnë që këtë drejtim ndoshta Trumpit, amerikanëve ju ka nevojitur një mini goditje tillë. Sepse ndonjëherë mendoj që eskalimi dhe goditjet mund të vëdësojnë, që mund të binë maleterit të bisedimit, me qenë se Izraeli me Libanin ka një histori të gjatë të konfliktit. Prej sabla shatirës në vitet 80 atje, deri në aksionet të cilat edhe ka pushtuar për lideri ka qenë Liban, por Dahia ka qenë qyteti, paralagja e Beirutit, ku dikon popullësia shiite përbën komplet 80-90% popullësisë. Ka edhe popullat maronite krishtere dhe sunite. Dhe kjo goditje kësaj që ka shumë banor, ka qenë jashtëzakonisht e rëndë edhe në aspektin humanitar, por reagimet kanë qenë shumë të pakta. Kanë qenë sa për me dhënë një deklarat, qoftë të faktorëve ndërkombëtar, Unionit Evropian apo përfaqësuesve të shteteve ma të bëllë, qak edhe të kinezve. Pse kjo, Bilal? Po më duke që lindja mesme ka hyrë në fazën që duhet të kuptojmë që fitus të ketë është problem. Apo bëhet një Ukrainë-Rusi e dytë, e kam fjallën për në jetëgjatësin që ka. Sa i përket jetëgjatësisë e luftimeve, mund të hymë në këtë fazë, se ta shti po shkojmë 100 ditë kanë qenë para pak ditësh ishin ushënuar kjo 100 nga 28 shkurti. Mendoj që do ke lindja mesme nuk zgjidhet lehtë. Për të folur për lindjen e mesme është historik jashtëzakonisht qoftë që nga themelimi. Por ishte thënë se do përfundon për 10 ditë. Në diskutimet e fundit po. Jo, nuk përfundon nga se e kam fjalën ishte thënë se do përfundojnë luftimet e do arrihet në marrëveshje. Po, do përfundon shpejt, megjithatë në diskutimin e fundit që patëm në studio, u tha se edhe mund të përfshihen edhe shtetet e tjera, të kaloj lufta tek vendet e tjera. Jo, është regjia që mundet me ma dërguat foton duke 2 apo 3. Atë të cilën e diskutuam herën e kaluar. Jo, është interesante kjo që Izraeli ka kapacitete njëkohësisht të bëj betejë dhe luftime me Turqinë, Egjiptin, Libanin edhe Iranin. Derisa të bëhet gati fotografia. Ajo është pyetja që nuk e besoj këtë, kjo është një pyetje e madhe. Nga se më duket që edhe në Amerikë kanë filluar të ketë një vetëdijsim edhe të administratës që lindja mesme ka marrë kaje që nuk mund të jetë Izraeli ai që është vula që vendos për lindjen e mesme. A është kjo fotografia, Bilal? Jo, është një tjetër e ka fështë që përfaqe. Jo, edhe një tjetër. Vazhdo edhe pak. Edhe një. Edhe një. Derisa të bëhet gati fotografia. Dhe do thotë, kjo është, mendoj, ajo forma ma, do është edhe nuk e kom dërguar, po besoj që... Nëse ka të tjera, në kalon edhe një, po. Kjo mendoj që flet shumë, nga se goditjet e Iranit në pjesën veriore, kusht luftimet pa të rrepta mes Hezbollahut edhe forcat të IDF-it Izraelit, kanë treguar që FPV-ja
me fibra optik dronët kanë shkaktuar bukur shumë telashe Izraelit dhe ka pas humbje jashtëzakonisht mëdha. Por morëm në aspektin gjeopolitik dhe të vija trasha. Lindja mesme nuk paqtohet. Pa rritjen e një traktatit të ri ku Izraeli nuk arrin të krijoj politikë të apartheidit në West Bank. Dhe kjo do jetë ajo dhimbja, meqense Irani ka kushzuar çdo bisedim me Libanin. Po që se nuk dalet lufta në Liban, atë nuk ka bisedime sa afër janë marrëveshjet. Amerikanët kanë shpresa shumë që do arrihet ajo marrëveshja madhe edhe për uraniumin, sipas tyre, po do të jetë një koncesion me shpagimin e dëmeve të luftës apo lirimin e aseteve të ngrira të Iranit, me decenija të tëra. Kjo shifër